një udhëheqës i komune që është njeri i dijes, njeri i cili e kupton rëndësinë e arsimit si për ngritje intelektuale, karrierë profesionale, ashtu edhe për zhvillim ekonomik. E atë njeri e kemi gjetur në mesin tuaj, është i pari i vetëvendosjes që duhet të bëhet edhe i pari i komunës, profesor Ali Duda. Unë ju falenderoj shumë për mbështetjen e përkrahjen që na e keni dhënë në këto 20 vjet dhe kërkoj që numrin 105 ta bëj numër fitues duke votuar bashkë gjatë ditës së diel e duke festuar bashkë në Rahavec këtu të dielën mbrëma. Faleminderit. E tash e ftoj që vi para jush kryetari i lëvizjes vetëvendosje në Rahovec dhe kryetari i ardhshëm i komunës së Rahovecit, profesor Ali Duda. Të nderuar bashkëqytetarë të komunës së Rahovecit. Ne nuk jemi këtu për ta përmbyllur në këtë tubim fushatën, por jemi këtu për ta hapur një kapitull të ri. E ky kapitull është i shkruar nga ne, me dije, guxim, vullnet të palëkundur dhe dashurinë e madhe që e kemi për komunën dhe ndryshimin dhe zhvillimin e komunës sonë. Prandaj, unë nuk jam kandidat vetëm sa për të bërë kryetari komunës, nuk jam kandidat për të bërë dikush, as nuk jam kandidat për të marrë një post. Por unë jam për të shërbyer për komunën time e cila më ka lindur, më ka rritur, më zhvilloi dhe më edukoi, dhe Rahoveci nuk është vetëm vendindja ime, është pjesë e shpirtit tim. Vota juaj është besimi dhe bindja që na jepni dhe ne nuk do të jemi vetëm me 12 tetor këtu. Do të shihemi edhe pas 12 tetorit, do të jemi gjithmonë tër mandatin pranë jush. Ju falenderoj shumë dhe shihemi në fitoren e madhe me 12 tetor, 105 Ali Duda dhe lista më e mirë e asambleiste nga vetëvendosja në Rahovec. Faleminderit gjithëve.